Përshëndetje të gjithë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Ernisa. Mirë se erdhët në një faqe tjetër ditare. Sot është data 22 qershor, është e diel, kështu që ne vendosëm, meqense jemi pushim, çdo gjë është e mbyllur, të bëjmë një aktivitet ndryshe, siç kemi bërë edhe vjet, që është mbledhja e luleshtrydheve. Sezoni nuk ka mbaruar, për fatin tonë të mirë, mund edhe ta eksperimentojmë këtë vit. Kështu që le ta kalojmë ditën së bashku dhe të mbledhim luleshtrydhe. Dhe këtu mban era kamomil, nga lullet e kamomilit. Është një aromë shumë e mirë, përveç se aromës së luleshtrydheve. Dhe kam përshtypjen këtu njerëzit kanë ardhur më përpara, në mënyrë që të marrën punë shpejt, sepse është piku i diellit. Ja dhe le përrushim mamit. Po mble luleshtrydhe për herë të parë vetë, sepse herën e kaluar Ajani nuk vlodhi dot vetë, vetëm hante, se ishte i vogël. E ke mush? Bravo! Dhe një këshill, Ajani po han, dhe një këshill, kur mblidhin luleshtrydhe dhe i hidhin në tas, avash, sepse pastaj prishen nga goditja. Apo ja mama? Yes. Okej, mbledhja jonë mbaroi. Tani po ikim tek kasa që të bëjmë pjesën e veshimit, sepse duhet që minimalisht të kemi mbledh 1 kilogram. Përndryshe do duhet që mbledhim me disa të tjera, por të shoh besoj 1 kilogram janë mjaftueshëm këtu. Dhe të bëjmë pagesën, super sugjeroj si eksperiencë, sepse luleshtrydhet janë frutat e sezonit, kështu që një eksperiencë ndryshe me shokët, me familjarët, është super ide. Ein Kilo haben Sie und 20 Gramm. Der Eimer ist dabei, ne? Atëherë ne bëm pagesën, ishte 1.22 kilo, përfshirë edhe kovën ose basketën që morëm. Ishte 4.90 cent kilogrami dhe ne paguam 7 euro përfshirë dhe basketën ose koshin. Kjo ishte video për sot. Uroj që ju ketë pëlqyer. Ne do kthehemi në shtëpi sepse Ajani po i flet shumë gjumë dhe shumë i lodhur. Kështu që shihemi në vitin e radhës. Paqim! Ja dhe mbledhjet e dudushit. Ajani kudo që shkon merr gura. Edhe luleshtrydhet, edhe kashtën.